Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrëma të ndëruar shikues kudo që po na ndiqni. Dje në Kosovë dhe Shqipëri e kudo që ka shqiptar u shënua 621 vjetori i lindjes së kryeheroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në një manifestim e disa aktivitete të organizuara vullnetarisht në Kosovë në prezencën e bashkombasve tanë që erdhen nga Italia e Jugut, e arbrezhve, e kryetarëve të komunave, e personaliteteve të ndryshme, u shënua ky përvjetor i rëndësishëm i kryeheroit dhe me fjalime e kumtesa shkencore nga profesor, duke rikujtuar se kush ishte Gjergj Kastrioti, ç'bëri ai në rrethonat e kohës, përse u detyrua të kap armet në kryengritje kundër perandorisë osmane, cilat ishin rezultatet e po asaj kryengritje, si u ushqye pastaj kombi shqiptar në gjitha etapat e periudhës së tij, duke i rezistuar tundimit hegemonik slav mbi identitetin dhe kundër identitetit ton. Kam ftuar mbi veprën e Skënderbeut, për veprën e Gjergj Kastriotit, të flasë sonte këtu në studio, akademikun e nderuar, historianin e njohur, profesor doktor akademik Muhamet Mala. Mala, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, kënaqësi të jem në studio. Disa tituj nga trova akademik, me mirë kuptim. Çdo vit jeni aktiv në këtë përvjetor. Dhe cila ishte rëndësia sipas jush, akademik Mala, e shënimit të këtij përvjetori për kryeheroin kombëtar? Natyrisht që përkujtimi i jetës dhe veprës së kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu është çdo herë një obligim, jo vetëm shkencor, por edhe kulturor dhe shtetëror, për arsye se kryeheroi jon me veprën e vet, me rezistencën, ka ndiku dhe qëndron fuqishëm në themelet e identitetit ton kombëtar. Është figura më përfaqësuese, është figura më unifikuese, është figura më pranuar në nivelin botror që ndonjëherë shqiptarët e kanë nxjerrë nga xhiri i vet. Andej, në këtë kontekst, përkujtimi i përvjetorëve, qoftë i lindjes, qoftë i vdekjes, na bën një lloj nderi, po një herët edhe na rikthen në identitetin ton, na e përkujton, na ushqen shpirtërisht që ta ruajmë dhe ta çojmë përpara idenë e tij të mbrojtjes së vendit, të mbrojtjes së lirisë, të mbrojtjes së identitetit. Këto vlera që në botën moderne shpesh herë ndoshta lëvizin ose kanë interpretime të ndryshme, Skënderbeu ka mbetur deri me tani i patunduar dhe i ka bërë ballë të gjitha këtyre sfidave. Në këtë kontekst edhe manifestimi i djeshëm ishte një lloj frymëzimi për ata që kishin ardhur aty, qoftë nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, qoftë nga Italia, kryetarët e komunave me shumicë arbreshe në viset e Italisë së Jugut, ndoshta në këtë rast edhe një farë lloj porosie për gjithë mërgjimtarët ose ata njerëz me rrënjë nga trevat shqiptare që kanë migruar, ti marrin si shembull se si rezistohet dhe si ruhet identiteti i një populli, më se 600 vite përkundër largimit nga Shqipëria në ato rrethanat e vështira të rezistencës anti-osmane, arbreshet duhet të merren si një pikë reference, si një shembull i ruajtjes së identitetit kombëtar. Dhe pikërisht mendoj se faktori dhe elementi më i rëndësishëm që ka ndikuar në ruajtjen e këtij identiteti është figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Pra, ai ka qenë një lloj ushqimi shpirtëror në ato kushtet e vështira të largimit nga atë dheu dhe presioneve nga identitetet e tjera kulturore. Figura e Skënderbeut ka qenë
prap po them një lloj ushqimi shpirtëror për t'i qëndruar dhe për t'a ruajtur identitetin. Kështu që kur flasim për Skënderbeu nuk flasim për historinë, flasim edhe për realitetin. Veprimtaria e tij reflekton thellë jo vetëm të kaluarën, por edhe në tashmen. Pra, duke kujtuar Skënderbeun, ne nuk i bëjmë vetëm një shërbim historisë, po i bëjmë një shërbim edhe aktualitetit, i bëjmë një shërbim edhe identitetit ton, i prezentojmë Evropës dhe botës vlerat tona kulturore, rolin që shqiptarët e patën në shekullin e 15 në mbrojtjen e depërtimit osman. Kështu që marrë në tërësi është një nder për secilin që figurën e Skënderbeut ta mbaj gjallë në mendjen e tyre, ta përcjell brez pas brezi dhe ta përdor ashtu siç thash në shembullin konkret e kanë përdorur me të drejtë arbreshet e Italisë së Jugut për ta ruajtur identitetin e tyre. Akademik Mala, përse u kryengrit Skënderbeu në shekullin e 15? Këtë pyetje mbase çdo vit në përvjetor të lindjes së vdekjes duhet ta risillim në mënyrë që mbase të mirëmbahet në mënyrë sistematike, fjalë për fjalë, memoria e atyre ngjarjeve me peshë për historinë dhe identitetin tonë kulturor e kombëtar. Natyrisht që kjo përgjigje duhet të trajtohet në rrafshin shkencor, se figura e Skënderbeut është figurë historike, është personalitet historik, po për fat të keq në ato narracionet e zakonshme ku sidomos të Ballkanit, ku politika dhe historia ndërlidhen shpeshherë dhe ndikojnë njëra në tjetrën, kanë bërë që t'i japin përgjigje ose interpretime të ndryshme kësaj pyetje që e shtruat ju, madje duke lëvizur veprimtarinë e Skënderbeut nga rrafshi konkret historik në një rrafsh tjetër fetar që janë koncepte politike dhe me qëllime të caktuara. Skënderbeu dhe kryengritja e tij filloi me një qëllim të caktuar, edhe ai qëllim ishte mbrojtja dhe krijimi i shtetit shqiptar që ai e krijoi dhe e mbajti për 25 vite. Pra, ne kur flasim për Skënderbeun, zakonisht në atë perceptimin e zakonshëm, Skënderbeu mendohet si një luftëtar, si një edhe paraqitjet që i bëhen në përmendore të ndryshme e portretizojnë si një luftëtar, si një burr gjigant që është e vërtet, por në këtë rast duhet pa edhe një segment tjetër të veprimtarisë e tij që është shumë i rëndësishëm dhe është produkt i kësaj lufte, e ai është krijimi i shtetit shqiptar. Pra, Skënderbeu nuk duhet ta shohim vetëm si luftëtar, po duhet ta shohim edhe si një politikan që i krijoi bazat e një shteti për fat të keq, një shtet të krijuar në luftë dhe rrethanat e luftës, por ato që e bëri me politikën e tij të jashtme, me ushtrinë e tij, me territorin e tij, pra është një segment për arsye se lufta pak flitet akademik. Kjo është po pikrisht për këtë arsye dhe jemi këtu bashkarisht ndoshta që ti trajtojmë disa pika që janë shumë të rëndësishme dhe ti potencojmë, ti nxjerrim nga harresa ato që na duken dytësore, në fakt janë shumë të rëndësishme. Nëse e vreni narracionin e popujve që na rrethojnë, hileqar, që çdo herë kanë fut historinë në kuptimin politik ose në interpretime politike, ajo që shpesh herë identifikohet nga historiografia e slavëve, grekëve të tjerëve, është se shqiptarët kanë pas mungesë shtetformimi, jonë trima, jonë njerëz që dinë me luftu, jonë të besës, por kur vjen puna të shteti, nuk kanë dhe kanë kriju këtë narracion që është i gabushëm për arsye se pikrisht në kohën kur shtetet e tyre, Greqia, Bullgaria, Serbia ishin nënshtruar nga perandoria osmane, u kriju shteti i Skënderbeut që i qëndroi dhe e mbrojti edhe Evropën për 25 vite. Prandaj ky element i shtetformues është element ndoshta edhe më i rëndësishëm ose është produkt i rezistencës
që duhet vazhdimisht të potencohet për Popujt hilleçar me fal akademik Mala, popujt hilleçar që na rrethojnë me hegemoninë e tyre të vazhdueshme kundrejt popullit tonë, historisë tonë. Ju nënshtruan perandërys Osmane, pa kushte, shqiptarët në atë kohë në vizionin e Skënderbeut bën shtet, bën kryengritjen për ruajtjen e Dhe kjo është identitetit. realitet historik që e kanë pranuar të gjithë historianët e mirëfillt, për arsye se ai cilat janë elementet e shtetit. Është politika e jashtme. Skënderbeu i pati përfaqësues të vet, ambasador të vet nga Palengjelli, familjes Gazuli, që përfaqësonin Skënderbeun në raport me shtetet tjera. Pati marrëdhënie me Republikën e Raguzës, me Venedikun, me papatin. 5 papë u ndrun në fronin papal gjatë kohës sa ishte në aktivitet Skënderbeu, duke fillu prej papës Eugjeni IV, Nikolaj V, Kalisti III, Piu i II dhe Pali i II. Dhe gjithë këta e mbështeten fuqishëm Skënderbeun. E kishte ushtrinë e vet, të cilën e kishte ndarë në 2 segmente, në 2 grupe, në ushtrinë e përhershme dhe në ushtrinë e përkohshme. Ushtria e përhershme përbëhej nga garda pretoriane, që ishin luftarë që i qëndronin vazhdimisht afër Skënderbeut. Këto ne thotë edhe Marin Barleti dhe forcat e kufinit që drejtoheshin nga Mojsi Golemi dhe numëronin 3.000 deri në 3.500 luftetarë. Dhe kishte pjesën tjetër të ushtrisë së përkohshme që ishin kryesisht qytetarët e lirë, fshatarë, që në kushtet e luftës i bashkangjiteshin kushtrimit të Skënderbeut, ndërsa në kushtet të paqes merreshin me punë të zakonshme. Pra, ushtria, politika e jashtme, territori që e kontrollonte, janë elemente që na flasin për ekzistencën e këtij shteti. Një pyetje tjetër që e shtrut në fillim dhe nuk duhet ju mbetem borxh pa elaboruar në kuptimin historik, është problematika që zakonisht kjo madhësia e Skënderbeut, reflektimi i madh, nami që e fitoi më vonë, ka mbet në hije një pyetje tjetër. Pse vetëm shqiptarët u ngritën dhe luftuan? Nëse themi se e deshten ma tepër lirin, ishin ma tepër trima, ndoshta në kuptimin letrar, në kuptimin emocional, mund të pajtohemi me këtë pyetje, po jo në kuptimin historik, me këtë shpjegim se historia është e ftoftë, nuk ka emocione, kërkon fakte. Atër cilat janë faktet që shqiptarët i bëjnë të veçantë në krahasim me popujt tjerë. Sllavet u nënshtruan, pa problem, grekët ashtu, bullgarët ashtu, dhe mbetën shqiptarët e vetmuar. Dhe nëse të i kalojmë këtë konceptin e asaj se deshten më tepër lirin ose tjertë, atër dalim në një rrafsh historik. Rrafshi historik, elementi i parë është figura e Skënderbeut. Nuk e patën një personalitet të tillë. Suksesin që ai e arriti i dedikohet faktit se ai e njifte mirë funksionimin e perandorisë osmane. Dhe kjo e bënte që ai ti përgjigjej me taktikat e tij luftarake fuqisë osmane. Një element tjetër që e ka trajtuar edhe Fanoli në disertacionin e tij kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, të mbrojtur në Boston, në vitin 1941, ai e trajton këtë problematikën e kryengritjes shqiptare. Nuk është luftë fetare, për arsye se sikur Skënderbeu të kishte dashur të jepte karakter fetar, do të kishte mund të shkonte në oborrin papal dhe nga aty ta udhëheqte luftën, por ai u kthye në vendin e vet, në Shqipëri dhe mbeti aty gjatë tërë kohës. Pra, ishte luftë për me mbrojt qatë territor që ai e konsideronte se i takon Atina dhe i takon sipas parimit shumë të logjikshëm për ta mbrojt ato që dikush po ta sulmon. Dhe këtu tash ndërlidhen interesat e Evropës me interesat shqiptare, duke mbrojtur territorin e vet e mbronte edhe Evropën. Dhe arsyeja tjetër e kryengritjes shqiptare dhe të qenunit suksesshëm për 25 vite, e thot edhe Noli, është fakti se Skënderbeu diti me i lidh 2 shtresa të cilat në kuptimin evropian ishin të papajtueshme, shtresën feudale me shtresën qytetare, me shtresën e fshatarëve të lirë, të cilët ai i barazoi në nivelin social. Pse?
fshatarëve të lirë ajo ofroi mundësinë që të jenë ushtarë të tij dhe të arrijnë grada luftarake nëse tregonte suksesshëm në luftë. Një gjë e tillë në Evropën feudale ishte pa imagjinueshme, pse aristokracia ishte aristokraci. Ky i bashkoi duke ju jap mundësi që ata ta përkrahin dhe të arrijnë një nivel të caktuar shoqëror në karrierën luftarake. Pra, është genialiteti i tij për t'i bashkuar dy shtresa që në kuptimin real të politikës së atëhershme ishin të pa bashkuar. Fshatarët e lirë që nuk ishin nënshtruar as feudalëve vendas, tani në luftë kundër perandorisë osmane e shishin armikun e dy fisht. Një humbja pozicionit shoqëror lirisë së tyre dhe mandej ja japin edhe karakterin fetar se ishin lufta mes të dy fuqive. Mirë po, është gabim ajo që zakonisht shpesh herë thash porrshet nga rrafshi shkencor në identitete tjera se Skënderbeu bëri luftë vetëm për qëllime fetare, e thash më herët jo, prap kemi argumente të shumta, për shembull me rastin e rrethimit të parë të Krujës prej qershorit të vitit 1451 deri me 26 tetor në Vjeshtë, kur forcat osmane për shkak të ndryshimeve të kohës, rrugëve të patë i kalueshme detyrohen të tërhiqen. Forcat osmane derisa qëndruan në fushën e Krujës duke mbajtur të rrethuar, Venedikasi që ishin tregtarë dhe për interesat e tyre e furnizonin nga Bregdeti forcat osmane me ushqime, Skënderbeu ju tërheq vrejtjen. Thot, mos ishit një ushqim osmanëve se ata më kanë rrethu mu, nuk veprojnë, nuk e ndalin këtë veprim për shkak të interesave të tyre dhe Skënderbeu pas disa vrejtjeve i vret ushtarët Venedikas, tregtarët Venedikas, gjë që na bën me kuptu se ata ishin të krishterë, por kur e cenonte atë qëllimin dhe luftën mbrojtëse të tij, ai nuk zgjidhte mjete, prandaj nuk ka në esencë karakter fetar, ka karakter mbrojtës. Elementi fetar është element shtesë që rrethanor, shtesë. Po, është rrethanor. Por si rrezik po e shihnim perandorinë osmane, me qenë se vetë Gjergj Kastrioti është pjesë e strukturave të tyre. Qëllimin po a dinte se çfarë ishte qëllimi i perandorisë osmane, hegemonia kulturore e fetare ndaj gjithë kontinentit. Por në periudhat e para të jemi real, për shembull nëse e studiojmë literaturën e mirëfillt historike, Konstantin Jeriçeku, për shembull, Shufllai, studiues të tjerë të mirëfillt që flasin për këtë periudhë, në fazën e parë të zgjerimit të perandorisë osmane, pra jemi në shekullin e 15, perandoria osmane ishte perandori militare, ushtarake, dhe ajo në fazat e para të fillimit nuk ishte interesum për me përhap fen, ishte interesum për pushtime, për zgjerime territoriale. Dhe në këtë kuptim, ajo e krijoi një farë aleance me kishën ortodokse, për arsye se kisha ortodokse e lindjes ose bizantine, që udhëheqej kryesisht nga grekët, krijoi aleancë me Mehmetin e dytë dhe ajo i la durrët e lira që ata të veprojnë sipas rregullave të tyre me qëllim që t'ja paguajnë nën shtetasit një gjizje dhe vazhdonte më tutje për të arritur pikat e qëllimeve kryesore që ishte edhe pushtimi i Romës. Kështu që edhe nga vetë ana osmane luftat e shekullit 15 nuk identifikohen me karakter fetar. Karakteri fetar vjen pak më vonë kur perandoria fillon mu renu, kur fillojnë pozicionet ekonomike mu dobësu, atëherë presioni edhe gjanat të tjera. Prandaj këtë proces duhet me pa në kontekstin e kohës, se perandoria osmane nuk është e njëjtë e shekullit 15 me ato në shekullin 17. Edhe Noel Malcolm, një kontribues i jashtëzakonshëm thotë që Gjergj Kastrioti është figurë historike e rezistencës politike, jo simbol fetar në trajtën e gjanë të shikimit të aspekteve të rrethonave të kohës, nëse marrim me pincetë dhe bëjmë gjithat mozaikun bashkë, del që Skënderbeu përmbronte atë identitet, po atë liri që ishte krijuar edhe për shtresën fshatare, edhe për atë feodale, edhe mbase e dinte qëllimin çfarë kishte perandoria osmane. Dhe prandaj akademik Mala e tërhoqet një paralele
të rëndësishme për historinë e kohës dhe tashme që kombe tjera, sidomos sllavet, pranuan pa kushte në nështrimin osman. Në këtë marrëveshje që kanë bërë me kishën ortodokse bizantine. Pikërisht për arsye se kishat ortodokse janë kisha nacionale, funksionojnë në vija nacionale. Po. Edhe në këtë kuptim, Perandorisë Osmane i konvenonte një raport i tillë për faktin se edhe marrëdhëniet në mes të dy kishave, po flasim për krishterimin jo si tansi, por po flasim si për krishterimin i ndam në dy degë, se për historianët e religionit e dim faktin që në vitin 1054 kisha e krishterit ishte ndarë në kishën ortodokse dhe në kishën katolike. Dhe ortodoksët në një farë mënyre e kishin frikë krishterimin perëndimor se do ta rikthen hegemoninë dhe kontrollin e tyre, prandaj në një farë forme ata në bashkëpunim me Perandorinë Osmane e shifnin veten edhe të mbrojtur nga kisha katolike. Prandaj nuk u perceptua ajo ideja se ata po bojnë ndonjë fakt të gabuar, ndonjë veprim të gabuar në bashkim me Perandorinë Osmane, edhe aq më tepër që selia e tyre tani ishte ra në udhëheqjen e Perandorisë Osmane. Një fakt historik, për shembull, pas pushtimit të Konstantinopolit, 1400, se edhe kjo është një lajthitje që sllavet edhe greket ja kanë shit Evropës. Ata i thonë Evropës na si të krishter e kemi mbrojt Evropën nga dëbërtimi osman. Në fakt, krishterimi është ndarë në ortodoks dhe në katolik. Krishterimi ortodoks ka qenë bashkëpunues me Perandorinë Osmane, për që ata e kanë rujt identitetin e tyre kishtar, nuk janë konvertu, për arsye se kanë qenë bashkëpunëtor të Perandorisë Osmane në një masë të madhe. Shqiptarët nuk kanë mujt të jenë të tillë, pse s'kanë pas kishte veten nacionale. Këtë fakt e kanë shfrytzu bullgarët, greket edhe serbët, të cilët përkundër pushtimit të gjatë i kanë rujt identitetin e tyre kishtar. Prap një fakt historik lidhur me këto, në vitin 1453, më 29 maj, kur pushtohet Konstantinopoli, Mehmeti II pushtuesi, patrikut ortodoks, ja njeh statusin e vezirit. Do më thonë, bën ministër të fesë, me 3 tuga kali. Tugat kanë qenë shenja identifikuese që e kanë përcaktuar rangun në Perandorinë Osmane dhe ai e pranon suverenitetin osman dhe osmanet në aspektin e brendshëm organizativ nuk e prekin kishën ortodokse. Ata e konsiderojnë kundërshtare kishën katolike, Vatikanin. Për këtë arsye, shqiptarët i identifikojnë mandena me krishterimin perëndimor. Dhe këto fërkime që kanë ndodhur në rrafshin global në mes krishterimit, Skënderbeu i ka evitu shumë kujdesshëm në planin e brendshëm. Pse në mesin e tyre ka pas edhe luftetar ortodoks dhe katolik. Për shembull, familjet feudale të Muzakajve, të Arianidve, të Gropajve në jug kanë qenë ortodoks. Dhe ai për mos me i pa këto fërkime në mes ortodoksizmit edhe katolicizmit, mos me ju reflektu në mesin e ushtarëve, i ka mbajt për afërt të dy pjesëtarët e konfesionit, prandaj në një farë mënyrë është edhe krijuesi tolerancës shqiptare ndërfetare. Në fillim mes katolicizmit dhe ortodoksisë, ma vonë na kur e pranojmë shqiptarët në përgjithësi një pjesë e madhe edhe islamin e kanë rujt respektin dhe tolerancën për krishterimin, pikrisht duke pas parasysh, ja po flasim me fakte historike që mos të mbetet ky elaborim ose ky interpretim vetëm në nivelin është tepër me rëndësi. Po, mos mbetet vetëm në nivelin teorik. Për shembull, në vitin 1448 në tetor, Skënderbeu e ka një marrëveshje me Venedikun, pikrisht që kërkon që ta lidh atë marrëveshjen në mënyrë që t'i ndihmonte Janush Hunyadit në aleancë kundër Perandorisë Osmane. Dhe
për ta treguar unitetin fetar në raport me Venedikun, ai dërgon 2 përfaqësues të 2 religioneve për me nënshkru marrëveshjen. Është njëri Stefani, Peshkopi Ortodoks i Krujës, edhe është një përfaqësues tjetër i Dominikanëve Katolik, duke theksuar se ne jemi një pa marrë parasysh fërkimet që ekzistojnë në nivelin kombëtar, në nivelin nacional mes ortodoksizmit edhe katolicizmit. Pra, kjo problematikë është shumë ma komplekse se sa që duket, për arsye se në shekujt e ma vonshëm. Kur është rikëthy nacionalizmi, duke e rujtur në bashkëpunim identitetin fetar serbët greket, ju kanë vardis Evropës me këtë teori, duke na e marrë neve argumentin e rëndësishëm që na kemi qenë si shqiptar me këto koncepte dhe Skënderbeu me këto vlera mbrojtësi këtij identitetit. Pra, ky është ai element. Edhe një çështje tjetër që strategi homogenizimit i unitetit. Po. Në rrethonat e kohës, që dërgoj 2 përfaqësues në Venedik. Absolutisht, për ta treguar qëndrimin unik të shqiptarëve në raport me ngjarjet që po ndodhin në botë në atë kohë. Pra, e krijoi një homogenizim, një bashkim pa marrë parasysh përkatësinë fetare, e vendosi në konceptin se na jemi një. Dhe interesi janë është ky. Pra, duket një element ndoshta pak sa romantik, po është shumë real, se po e mbështetim me fakte historike. Një element tjetër, se po mendoj që duhet t'i trajtojmë këto pika të cilat ka pas dyshime ose ka keq interpretime sa i përket figurës së Skënderbeut, e ajo është, për shembull, shpesh herë ndëgjojmë në atë narracionin publik të njerëzve të ndryshëm që dëshirojnë ta ulin ose t'ja japin një kuptim tjetër, një perceptim tjetër figurës së Skënderbeut, pse ju kom dëgjuar shpesh herë në diskutime që nuk janë të nivelit akademik, por janë si pyetje që ka të drejtë, secili me i shtru, po ne duhet t'japim përgjigjen e drejtë. Pse thoni është hero kombëtar, kur në atë kohë nuk ka pas kombe? Një pyetje që duket paksa banale dhe me qëllime të caktuara për me e zhvlerësu figurën e Skënderbeut. Shiqani, koncepti i kombit është faktikisht koncept i ri në shoqërinë ose në historinë sociale të Evropës. Lidhet me fillimet me revolucionin e kësaj Francës, asaj kohe, dhe më thonë në shekullin 18-19 fillon mandena me marrë një trajt dhe me u formësu në atë kuptim, por ata e harojnë një gjatë tjetër. Koncepti komb është ma tepër koncept që lidhet në aspektin nominal të emrit, se sa të vetë përmbajtjes, për arsye se edhe kombet që krijohen në shekullin 19 në Ballkan për shembull, në Evropë më herët, ato nuk janë koncepte abstrakte. Kombet, të themi me gjuhën popullore, nuk kanë pikë prej qiellit. Ato janë krijuar mbi bazamentin e etnisë ose kombësisë. E kanë ndruar vetëm emrin. Prandaj nuk është gabim, edhe nëse themi kombëtare, se kombi është pikërisht kombësia ose etnia e djeshme e periudhës mesjetare, që tash në kushte të reja e morën një emrim të ri dhe një tipar tjetër të ri. Prandena kombet janë vazhdimsi e asaj që Skënderbeu punoi në atë kohë. Kështu që edhe ky koncept është totalisht bjen prej formës me këtë përgjigje, për arsye se edhe nëse themi kombëtar, nuk është gabim, për arsye se kombi është kriju, është vazhdimsi e etnosit ose e popullit shqiptar që ekzistoi në kohën e Skënderbeut. Nuk do ta kishim kombin shqiptar sikur më përpara mos ta kishim popullin shqiptar. Andaj këto janë ato shpjegimet që po mendoj se kësaj duhet me akceptu dhe me interpretu. Edhe studiusi Oliver Schmidt, studiusi zviceran Oliver Schmidt, ka bërë një vepër mbi këtë histori, duke shkaktuar polemika akademik mala, ku në këto polemika jeni përfshirë dhe ju vite më përpara. Ai Skënderbeun e sheh si një luftëtar më shumë që u kryengrit për hakmarrjen ndaj perandorisë osmane, apo?
E kishte një interpretim të tillë në një nuk e nxjerr thelbin libër apo? që ja kishte dediku figurës së Skënderbeut. Natyrisht tash nuk dua të diskutoj për faktin se ne nuk e kemi ato këtu, por natyrisht e kemi të drejtën akademike për me diskutu këtë problematikë që ndoshta edhe nga disa qarqe ose rrafshe ka mund të pranohet, besoj që ai ka ndru mandena disa koncepte pas reagimeve dhe pas Ka lëviz. ka lëviz në atë kuptim, por qëndrimet e tilla nuk i qëndrojnë kritikës historike, jo vetëm që nuk i qëndrojnë kritikës historike, por nuk i qëndrojnë as logjikës historike, racionalitetit historik. Pikërisht se pari, lidhur me racionalitetin historik, një luftë e madhe, një ngjarje që zgjat 25 vjet nuk mund të bëhet për qëllime personale. Personale, Skënderbeu mund kishte luftuar vetë, po ai kishte mbrapa me mija luftetarë tjerë dhe sikur mos ishte një qëllim tjetër, ishte vetëm një qëllim personal, ai nuk do t'i kishte prapa ata që tham më herët, shtresën qytetare, feudalet, të gjithë ata që ja mundësun jetë gjatësinë e kësaj rezistence. Në anën tjetër, vetë elementet që i përmendem më herët të krijimit të shtetit e të i kalojnë personalen, e japin produktin e shtetit, kështu që në këtë kuptim nuk ka dilema se qëllimet për ta zvogluar ose për t'ja jep një kuptim tjetër, Skënderbeut nuk i bojnë ballë logjikës historike, po edhe kritikës shkencore historike për faktin se bashkëpunimi i tij me Vatikanin, me fuqitë evropiane në atë planin e përgjithshëm të Evropës, se Evropa ishte trazu nga sukseset e perandorisë osmane dhe inkorporimi i vetë shqiptarëve dhe luftës së Skënderbeut në këto projekte globale të Evropës e të i kalojnë personale në Skënderbeut. Prandaj nuk kemi çka diskutojmë, absolutisht jo. Në këto 25 vite shtet që arriti Gjergj Kastrioti Skënderbeu ta shënoi këtë etapë të rëndësishme të identitetit, të mbrojtjes së atij identiteti kulturor, etnik. Profesor Mala, si e menaxhoi shtetin? Ka fakte historike, si e menaxhoi, cilat ishin aleancat e tij, si po e shqite interesin e madh? Me kë po e shqit atë interes? Është shumë interesant. Ajo që mendoj s'kemi nevojë ta potencojmë ose ta nënvizojmë në mënyrë të veçantë, se është fakt që kuptohet se veprimtaria, personaliteti, reflektimi i luftës së Skënderbeut është shumë dimensional, është heterogjen. Dhe në këtë kuptim, Skënderbeu pati probleme edhe të brendshme edhe të jashtme. Kemi shpesh herë në kuptimin e organizimit të brendshëm, për shembull, konfliktet feudale, të cilat shpesh herë i shkonin jashtë interesit të përgjithshëm, raporti për shembull që pati me Hamza Kastriotin, me nipin e tij, me djalin e vllaut të madh, Stanishit, që për interesa këto mund t'i quajmë personale, për ta marrë me ta trashëgu pushtetin, e tradhtoi. Interesi mandej i Mujsi Golemit, largimi ko paskoshëm i Dugagjinasve prej kësaj rezistence, ajo krenaria e theksuar e feudalve arianit, topia e tjerë që natyrisht nuk dëshiroshin ti nënshtroheshin autoritetit dhe personalitetit të Skënderbeut, është një pjesë e brendshme e historisë politike të shtetit shqiptar. Mirë po, ka arrit me menaxhu me sukses, edhe sa ka qenë gjallë, përveç këtyre rasteve specifike, nuk ka pas ndonjë problematik të madhe, sa i përket organizimit të brendshëm. Bile, Skënderbeu ka qenë shumë i vetëdijshëm për këto elemente që po i përmendim, të atij partikularizmit feudal të brendshëm. Kur kthehet në Shqipëri, punën e parë, kthehet në vjeshtën e vitit 1443,
në pranverën e vitit të ardhshëm, 1424, me 2 mars e organizon Kuvendin e Lezhës, një kuvend që është themeli i shtetit të tij, bërthama. Mirë po, ai si vizionar që ishte, nuk ishte kthy me një, të themi, prepotencë, unë jom kthy dhe tani do ta marr udhëheqjen. Mirë po, duke e ditë qëndrimin dhe atë karakterin e atyre feudeve që ishin prona brenda familjeve të caktuara, ai e zgjodhi një beslidhje në baza vullnetare. Edhe kësaj i ftoi të gjithë feudalet, duke treguar se interesi i secilit është që ta mbron pronën e vet prej depërtimit osman. Prandaj në Kuvendin e Lezhës u kriju një bërtham e përbashkët, një beslidhje e feudalve. Ishin aty Gjergj Arjaniti, Stefan Çernoja, Pjetër Spani, mandena Lek Dugagjini, Pal Dugagjini, dhe më thonë kishin një tansi të feudalve, që ishin personalitetet të rëndësishme dhe kishin interes, mirë po Skënderbeu nuk u imponu si figurë imponuse. Ai u zgjodh, latinet e kanë një shprehje primus inter pares, i pari në mesin e të barabartëve, e krijoi bërthamen e organizimit, e krijoi ushtrinë dhe arkën e përbashkët. Secili feudal ishte i detyruar ta jepte një shumë të caktuar për t'i përballuar shpenzimet e luftës. Ma vonë, kronikat e kohës na thonë, është një kronikë e Gjën Muzakës, familjes Muzakaj, memoria e Gjën Muzakës, 1505, thot Skënderbeu na i morri neve Tomoricën dhe Mzheqen, prona. Ta shtrohet pyetja çka paska ndodhur. Skënderbeu, duke u hap lufta dhe duke pa që një shtet centralist është i nevojshëm, se po luftonte kundër perandorisë osmane që kishte sistemin hierarkik në krye me sultanin, vullnetarizmi i feudalve e demonstronte procesin e luftës së Skënderbeut, për arsye se dikush mund të mos t'ia dërgonte ushtrinë, dikush mund ta mos ta lënte për të kaluar nëpër territorin e vet, dhe nevojat e luftës nuk i duronin këto gjana. Ai nga një shtet në baza vullnetare e krijoi një shtet të fuqishëm centralist për t'i përballuar nevojave të luftës. Pra, kjo është evulimi i shtetit të Skënderbeut në kuptimin e brendshëm. Dhe ai dal nga dal e mori mandena pushtetin, se për ndryshe, sikur ta lënte qeverisjen në bazat vullnetere të feudalve, nuk do të kishte mund të jetë i suksesshëm. Pra është një evulim. Në kuptimin e jashtëm e kemi një politikë shumë aktive të Skënderbeut. Për ndryshe s'kishte mujt me qenë i suksesshëm edhe jashtë pa një përkrahje, po për fat keq nuk ka qenë përkrahje sinqert, për arsye se Evropa e coptume me interesat e veçanta, shpesh herë nuk e ndihmonte Skënderbeun ose e ndihmonte vetëm kur e shifte rrezikun e drejt për drejt. Se Evropa shite rrezikun real, akademik marrë. Nga ambicia e perandorisë osmane që ai shtri hegemoni kulturore fetare në gjithë kontinentin. Pse nuk i erdhi kjo mbështetje e sinqertë Gjergj Kastriotit? Duke ditur qëllimin që kishte gjithë vizioni i tij. Janë disa arsye. Disa shtete, për shembull Franca, Gjermania ishin larg depërtimit. Italia, që ishte pika e parë dhe synimi më i afërt, ishte e ndame. Mandej politikën kryesore e të mbrojtjes së udhëheqshin papët, dhe shpesh herë papët e asaj kohë ishin me origjinë venedikase dhe i mbronin interesat e Venedikut, dhe Venedikut tregtarëve ishte republikë tregtare, dhe ajo bashkëpunonte mbas të interesave të veta. Kur i rrezikoshin interesat e veta, i përkrahte. Për ndryshe i konvenonte një gjendje status quo, se ajo profitonte nga tregtia që kishte me perandorinë osmane. Ja një shembull konkret për ta ilustruar këtë qëndrim të Venedikut, në vitin 1453, kur Evropa tronditet për arsye se Konstantinopoli famshëm bjen në duart e osmanëve, një ndër të parët që shkojnë me shkru marrëveshje me ta janë venedikasit. Dhe Evropa i qorton, thot, si ju të krishterë, po shkoni po nënshkruani një marrëveshje me perandorinë osmane? Përgjigjja e tyre ishte kësi:
e siamo prima veneziani e poi cristiani. Jemi mas parit krishterë, mandej Venedikas. Prandaj i kanë mbrojt interesat e Venedikas. Dhe Skënderbeu asnjëherë nuk ka pas raportet mirëfillta me Venedikun. Edhe papët të cilët me përjashtim të papës... Ka dokumente që është ankuar për këtë sjellje të tyre, që flasin për shqetësimet e kohës, nuk i qëndrojmë pranë për shpartallu perandurinë osmane, për ndalë hegemoninë e saj. Interesat e Evropës i shohim në raport. Për shembull, mbretëria e Napolit, që në këtë kohë udhëheqej nga Alfonsi Napolit, mandena nga Ferdinandi, mandena edhe nga trashëgimtari i tij Alfonsi. Skënderbeu ka një marrëveshje, quhet marrëveshja e Gaetës, e 26 marsit të vitit 1451, ku ai lidh marrëveshje për me ndihmu Ferdinandi në raport me forcat osmane, edhe i dërgon një 1500 luftëtarë Skënderbeut, por ata një pjesë e tyre vriten në betejën e Beratit, kur tradhton Mujsi Golemi, edhe në këtë kuptim Ferdinandi, po edhe Alfonsi, e shohin luftën e Skënderbeut në interes edhe të tyre, për arsye se ai luftonte për pushtimin e Italisë dhe dominimin në raport me Venedikun. Domethënë, në vend që ata ti lidhin forcat mes veti, Republika e Napolit ishte kundërshtare me Venedikun. Dhe Skënderbeu, duke krijuar aleat, e kërkon bashkëpunimin me Republikën e Napolit dhe krijot armiqësia me Venedikun, se Evropa nuk ishte unike vetë në interesat e veta. I vetmi aleat më real ka qenë Janusz Hunyadi i Hungarisë, pse edhe Hungaria ishte në vijën e parë të luftës, se Osmanët i kishin dy drejtime drejt Evropës. Një përmes Hungarisë ka Evropa qendrore, synonin Vjenën, kryeqendrën e perandorisë Habsburge, dhe nga jugu përmes Shqipërisë në Rom. Dhe duke qenë në veri në vijën e parë të frontit hungarezët, duke qenë në jug shqiptarët, atëherë interesat e tyre ishin të drejtë për drejta. Dhe vetëm në bashkëpunim real në forcat evropiane të Skënderbeut të kemi me Hungarinë, me Janusz Hunyadin, gjë që edhe betejë e dytë e Kosovës, që është më pak e njoftun se historiografia serbe ka qitë në hije, duke ia rëndësi 1448, me 17, 18 dhe 19 tetor, 1448, kështu që Skënderbeu ka zhvilluar një politikë aktive të jashtme, po për fat të keq vetë ajo partikularizmi, ndarja e Evropës për interesat ndryshme nuk i ka shku për interes Skënderbeut dhe nuk ka pas përkrahje të mirëfillt, domethënë në këtë kuptim. Në drejtim tjetër ka pas përveç me Republikën e Venedikut, përveç me Republikën e Napolit, ka pas edhe me Raguzën. Po me Raguzën ka pas më tepër karakter ekonomik, se Raguza për ta ruajtur atë pavarësinë e vet ka zhvilluar një politikë neutrale kësaj, por në kuptimin e politikës së jashtme ka qenë shumë aktiv. Dhe për fat të keq, ajo që i ka mungu shtetit të Skënderbeut dhe rezistencës së tij, që do ta kishte bërë shumë më të suksesshme dhe më të rëndësishme, ka qenë mungesa e qyteteve në kuadër të këtij shteti, për arsye se para ardhes së Skënderbeut ose rikthimit në vitin 1443, Venediku i kishte pushtuar qytetet kryesore të Shqipërisë, Shkodrën, Lezhën, Durrësin, domethënë Vlora në jug merret 1417 për osmanëve. Ato ishin qendrat kryesore që sjellnin të ardhura dhe do ta kishin financuar edhe materialisht rezistencën e shqiptarëve, dhe Venediku nuk e përkrahu asnjëherë forcimin e Skënderbeut, për arsye se frigohej se këto qytete që i kishte ai në pushtim do t'ia merrte Skënderbeu. Dhe ky është ai raporti i forcave të Skënderbeut me Venedikun. Profesor Mala, në observimin tuaj shkencor, në shikimin tuaj shkencor, që ndodhi me shqiptarët pas atyre 25 vite, që ndodhi në etapa që sot janë diskutueshme, shumë janë diskutueshme. Ashtu është, shqiptarët e dhanë që ka patën pas vdekjes së Skënderbeut, pasoi periudha e gjatë e pushtimit të okupimit dhe
vetë vonimi në zhvillimin dhe në pavarësimin e Shqipërisë është pasojë e kësaj periudhe. Në aty ka rënje, thu. I ka rënjet aty se ne në një farë mënyre Perandoria Osmane mbajti një qëndrim të veçantë ndaj shqiptarëve, duke e ditur dhe duke i konsideruar në një farë mënyre si fajtor për 25 vitet e humbura kot në Shqipëri, se synimi i tyre nuk ishte Shqipëria, ishte Evropa. Dhe ata nuk e harruan asnjëherë këto. Dhe në procesi presionit për t'i identifikuar me vetveten, për t'i afruar përmes ideologjisë fetare kështu me radhë, janë pasoja të këtij elementi. Në anën tjetër, një humbje më e madhe përveç atina të karakterit ekonomik dhe karakterit demografik, se u paku populata me luftimet vazhdueshme, me masakra, me sklavrim, me gjëra të tjera që janë si pasojë e luftës, humbja më e madhe mendoj se është humbja e atij nivelit që nëse mund ta quajmë me gjuhën moderne të inteligjencës, intelektualitetit të atyre burrave që do t'i kishin mund t'i kontribonin kulturalisht dhe diplomatikisht Shqipërisë. Është fjala për vetë rasti i Marin Barletit, Gjin Gazulit, Leonik Tomeut, Marin Biçikemit. Të gjithë këta ishin figura të respektuara në aspektin kulturor dhe në aspektin e avansuar të përgatitjes të dijes, nuk veprojnë në Shqipëri, se jo të rrezikum. Dhe Shqipëria mbetet, të themi në mënyrë metaforike, pa trurin, pa inteligjencën e vetë. Dhe ata mundohen përtej Adriatikut. Dhe pastaj aty e shfrytzuan? Urna? Atë situatë e shfrytëzoi Perandoria Osmane, duke shti hegemonin, duke sjell hegemonin kulturore, e fetare, po. Fetare, mbeti pa kisha, se kryesisht ata ishin edhe priftri që ishin përgjegjës për ruajtjen e identitetit fetar, kombëtar, kështu me radhë, dhe shqiptarët tani mbeten pa këtë përkrahje, dhe kjo është humbja më e madhe e tyre, dhe në aspektin organizativ, se e thash më herët në raport me popuj tjerë, ata e ruajtën strukturën fetare, se në këtë kohë ajo elementi fetar ishte elementi vetëm organizativ që mund të lidhej me ruajtjen e identitetit. Na mbetëm pa atë. Kisha katolike nuk funksionante me, se konsideroi si kundërshtare prej Perandorisë Osmane. Duke për filluar shqiptarët, krishtërimi ishte identitet, edhe identitet, në rrethonat e kohës. Se ajo ka qenë se të ka të tillë që polemizojnë shumë për krejt Evropën ishte, edhe na ishim evropian, nuk mund të ikim këtij rregullit, ajo është e kuptueshme. Dhe ikja e tyre, shkatrimi i sistemit kishtar, fetar, e tjera, e lanë popullatën në rësirë, dhe na mbetëm mandena vetëm në kujtesën, në memorien, ato që e thamë në fillim të këtij elaborimi, i mbeti vetëm ushqimi shpirtëror. Realja ishte shumë ma e dhimbshme, ma e dëmshme për neve, dhe si rezultat e kësaj, shqiptarët mandena në raport me të tjerët mbeten mbrapa në këto zhvillime, se mbeten pa një organizim të mirëfillt, pa struktura. Këtë është një dëmin më të madh nga Perandoria Osmane, masakrat që kishte bërë, profesor, ka evidencë për një prezencë të dhunës. E kemi shpeshherë, është elementi që ilustron, ose fakti që ilustron shumë këtë gjendje të mjeruar. Për shembull, e kemi një raport që është ruajtur, kur pali i dytë, pas vdekjes së Skënderbeut, domethënë në fundin e shekullit 15, në një raport, këto janë burime historike, nuk po mbetim vetëm në nivelin teorik, por në nivelin burimor, dokumentar, në një raport që përshkruan gjendjen e shqiptarëve, masi më pyete lidhur me këtë, thotë kësaj raporti është ruajtur në Vatikan, është një promemorje, një farloj kujtese, një farloj shkrimi
që ai ja dërgon dukës Burgundis në Francë, edhe në mes tjera shtat. Nuk ka se si të mos dëshprohet njeriu kur ishen këta njerëz të mirë që bredhin bregut të detit, i ngritin duart e tyre dhe çajin e vajtojnë në një gjuhë që nuk ka marrim dot vesh. E ka fjalën për çeta shqiptarët që ma vonë do t'jenë arbreshet, thot kësisoj, thot nuk ka se si të mos përmallohet, mos të vuaj njeriu kur i shen këta njerëz që po i ngritin durt rreth qiellit, po luten, po vajtojnë në një gjuhë që s'po kuptojnë dot, është fjala për gjuhën shqipe. Pra në këtë situatë ishin katandisur shqiptarët e asaj kohe dhe anijet me përplot banor iknin nga territori shqiptar, pjesa tjetër u rull në zonat malore, në zonat që ishin më pak të depërtueshme prej perandorisë osmane dhe prej njerëzve që jetojnë jashtë rrjedhave të civilizimit, të rrethuar nga malet, ose prej atyre që kërkojnë një shpëtim jashtë atë dheut. Historia pasuse mandej s'ka qysh tjetë ndryshe përveç asaj Ka të tillë që bëjmë polemika që as okupim nuk e quajnë, as sundim nuk e quajnë, dhe për ju si akademik historian të lëkun të trazon kjo, kur i shikon, profesor? Po nuk i qëndrojnë fakteve historike. E thash ma herët që historia është shkencë pse mbështetet në burime. Atëherë si mund të spjegohen këto situata nëse ne i jepim interpretim ose kuptim tjetër në kuptimin çfarë tipe e thua ata? Ka të tillë, profesor, që thonë më fal. Nëse Gjergj Kastrioti ka bë luftë kundër osmanëve me motive fetare, ai thonë nuk është heroi ynë. Kjo është njëra ndër ato keq interpretimet të cilat na dëmtojnë jo vetëm neve si kombë dhe si popull, por e dëmtojnë edhe realitetin historik. Për arsye se po flasim për shekullin e 15 dhe ne duhet me kuptu në kuadër të asaj kohe luftën që është bërë, edhe ajo luftë nuk duhet tjetë pengese, tash ne duhet ti kemi aleatet, raportet me popujt të tjerë, të marrim mësim prej historive tjera, jo tash të themi nëse ti duhesh t'jesh mirë me mu, atër duhet ta revidosh historinë. Jo, historia është fakt i krym, për arsye se nëse themi kështu, për shembull, ne ta marrim një shembull konkret, jemi ma konkret, prej historisë popujve evropian, që ta lam qëndrimin ton që mund duket subjektiv, se Skënderbeu kur luftoi në shekullin e 15 ka luftu perandorinë osmane dhe shqiptarët edhe perandoria osmane kanë pas raporte tjera në shekullin e 15 dhe ato duhet t'i takojnë në shekullit e 15 të trajtohen në kuadër të kornizave historike. Sot mund të kemi raporte tjera, po jo për hir të këtyre raporteve ta ndryshojmë historinë. Ka përpjekje nga Turqia sot me laike e Ataturkut. Kjo është e gabueshme. E Ataturkut për retushim historie. Kjo është e gabueshme. Për shembull, që është kërkesë publike për ndryshimin e plan programeve. Ka luftu në dy luftra botërore Franca dhe Gjermania. Po. Dhe tani janë promotor të proceseve evropiane dy, por Gjermania nuk i thot Francës nëse dën me pas ti raporte të mira me mu, atëherë mos e trajtoj Hitlerin si nacist. A është ashtu? Pse ai i takon historisë? Kemi luftu, historia e ka kry punën me të, na kemi raportet sotme. A na po e nxjerrim edhe pe trajtojmë luftën e shekullit 15 në kontekstin e modernitetit. Jo. Kjo është gabimi edhe metodologjik edhe tjerë, për arsye se... E sheni këtë ambicet sotme të Turqisë, Erdoganit për këtë hegemoni? Kjo është një temë tjetër. E sheni po thonë profesor? Turqit e sotshëm, edhe pse në një farë mënyrë Turqia është trashëgimtare perandorisë osmane, vetë udhëheqësi i Turqisë moderne, krijuesi i Turqisë moderne, Kemal Atatürku e ka caktuar një vijë ndarësen mes perandorisë osmane dhe Turqisë sotme. Dhe
tendencat e tilla janë tendenca neo-otomane. Na nuk po flasim për otomanizmin, se otomanizmi ka përfundu 23-ën, kur vetë Kemal Atatürki, prandaj ata do të mi pas edhe vetë qarta këto segmente, e ka kriju Turqinë moderne. Sot Turqia është Republika e Turqisë dhe të kaluarën t'ja lëm të kaluarën. Sot mund të krijojmë raporte, po jo për me ndru të kaluarën për hir të sotmes. Jo, ajo që ka ndodh, edhe popuj tjerë tash kanë luftuar me zveti, po sot kanë gjetë mundësinë për me bashkëpunu, edhe jo me imponu, jo me ndru, për arsye se nuk është një njëjta gjë. Profesor, e fundit, sepse për periudhë pas periudhë mundojmë kapituj, elaborate, zbërthime të detajshme me ju akademik Mala, po do doja për të rresh një paralele të rëndësishme mbi historinë. Kombe tjera u pavarësuan shumë më përpara se shqiptarët. Kush është arsyeja kryesore që pavarësimi ynë, mbrojtja e identitetit ton, këtë që kem, u bë me kaq vonesë? Po, përgjigja është... Ku janë rënjët? Po, jonë shumë dimenzione, shumë segmente jonë kontribus në këtë drejtim. Pas asaj periudhe të ndritshme që e elaboruam dhe e diskutuam gjërë gjatë në këtë emisionin tuaj, pason një periudhë shumë e errët, një periudhë që tash shqiptarët i lanë në mëshirën e vetë. Evropa ju kthy problemeve të veta, Perandoria Osmane mbeti e fuqishme dhe janë disa faktorë. Për shembull, thash, në ato kohëna, para krijimit të identiteteve kombëtare, ruajtja e gjuhës, traditës që është pjesë e popullit, mbeti në duart e institucioneve fetare. Na mbetëm pa dyjat. Për shembull, nuk kishim një kishë nacionale ortodokse, cila do t'i mbronte interesat e tana, dhe filloi ndikimi i ortodoksizmit përmes kishave bizantine për me i përvetësu, ose slave, gjë që një pjesë e shqiptarëve në bazë të identiteteve fetare, tani në kohët e okupimit, se kishat në kuadër të Perandorisë Osmane ortodokse i patën dur të lira me vepru. Nga marrëveshjet që bën, nga marrëveshjet që bën vetë Perandoria Osmane. Nuk kishim për me mbrojt një identitet të tillë. Në anën tjetër, kisha katolike nuk kishte mundësi veprimi në kuadër të Perandorisë Osmane dhe popullata u tërhoq në zona duke zhvilluar një jetë të veçantë me rregulla të veçanta që na i përshkruan kanuni i Leg Dugagjinit. Qytetet filloi procesi i orientalizimit të qytetit, edhe një pjesë e feudalve që nuk migruan atje u inkorporuan në kuadër të Perandorisë Osmane, gjë që i bëri hap të procesit të islamizimit. Pra, ne mbetëm pa institucionet, ne mbetëm pa përkrahjen që kishim, por kjo nuk e zhvlefson luftën e Skënderbeut, për arsye se ajo është një luftë dhe një parim shumë moral, shumë etik, është lufta për liri dhe është lufta për të qenë i lirë. Mirë po, me qenë se ngjarjet rrodhen ashtu që rrodhen, atëherë shqiptarët mbeten në barën e presionit të jashtëzakonshëm Osman, pa mbrojtje institucionale, pa përkrahje institucionale, Evropa fillon të harronte. Kjo është periudha e çarjes më të madhe, goditjes më të madhe ndaj identitetit tonë. Goditja më e madhe, ose procesi, tash dikush mund ta quajë goditje, dikush mund ta quajë një proces të ri që ndodhi ishte edhe përhapja e Islamit mandena, që e përthithi në një farë të madhe energjinë anti-osmane, duke lidhur ideologjikisht një pjesë të shqiptarëve me Perandorin, por për fat të mirë, kujtesa në Skënderbeut, dhe ky është produkti pozitiv i luftës së Skënderbeut, është fakti që një pjesë e pranun Islamin, po nuk u turqizun. Mirë po, këtë element Perandoria Osmane e përdorin mandena në favor të vetin. Si e përdorin në favor të vetin? Elementi kryesor i identitetit është gjuha, dhe gjuha dhe identiteti ruhet përmes shkrimit, përmes shkollave, përmes tjerave, duke i
identifikuar pjesën më të madhe të shqiptarëve me musliman, ajo ju ofronte muslimanëve vetëm shkollat në gjuhën osmane, ndërsa për ortodokset që i kishin organizimin nacional, ju la shkollat në gjuhën greke, në gjuhën slave, në gjuhën bullgare, ndërsa për gjithë muslimanët i identifikante si pjesëtar të perandorisë osmane, të cilët duhet të mësojnë në shkollat turke osmane, për faktin se jonë musliman dhe këtu tash shqiptarët ngelen mbrapa në kuptimin e avancimit të identitetit të tyre, që është po ashtu një element shumë indikativ, shumë i rëndësishëm në vonimin e tyre historik, dhe çka është dashur? Është dashur të rilind ideja e Skënderbeut dhe ato jashtë Shqipërisë për ta mbajtur gjallë dhe për t'i pru shqiptarët me këtë identitet që jonë këtu. I kemi periudhën e rilindjes që filloi jashtë Shqipërisë, në Itali, rilindasit ton objekt kryesor studimi me Deradën, me të tjerët, e morën Skënderbeun, e morën gjuhën si element kombëtar, jo fen, për arsye se feja tani po keq përdorej nga pushtuesit, duke thënë se nëse je ortodoks, duhet të jesh ose grek, ose serb, ose bullgar, nëse je musliman duhet të jesh turk, dhe kjo na ndikonte në kuptimin negativ, atëherë u kriju ideja të qenunit shqiptar dhe identiteti kombëtare të i kaloi identitetin fetar dhe lufta e rilindasve është pikrisht kjo ide për ta dominuar heterogenitetin fetar me një element unifikues, e që është gjuha. Dhe pikrisht gjuha dhe shkrimi u godit nga osmanet për shkak të mos me prune sipërfaqe ose mos me kriju identitetin shqiptar. Dhe të gjithë rilindasit tash nuk është e tepër. Periudhën pas e profesor me çmuar e iluminizmit, nëse mund ta them, shqiptar, të dijes, të penës, të nevojës, për të bërë bashkë të gjithë rreth një kauze që truhet identiteti dhe gjetën gjuhën, shkrimin, historinë. Ajo është, pra nuk është dhe kjo është suksesi fundamental, nëse mund ta themi, kjo është ajo që na shpëtoi se ne kemi qenë, të themi, në atë prap me gjuhën metaforike buzvarrit të historisë, me qenë ose mos me qenë, edhe pikrisht idetë e rilindasve tanë, ideja e identitetit kombëtar mbi atë fetar, elementi unifikues i gjuhës, kujtesa historike për periudhën e lavdishme të Skënderbeut, janë çato elemente që na rujten neve si këmbë, edhe pse të përgjysmuar territorialisht, edhe pse të cunguar demografikisht në aspektin e popullatës, ne prap mbijetuam dhe jemi këtu ku jemi. Domethënë, kjo është ai kompleksiviteti i rrugës historike të shqiptarëve që dallon prej popujve tjerë të Ballkanit. Ne kemi nevojë që këtë histori reale t'ja u shpërndajmë, t'ja u tregojmë edhe të tjerëve, se shpeshherë edhe Evropa nuk na ka kuptuar neve. Dhe historiografia e shteteve fqinje ka luajtur një rol shumë negativ, duke na paraqitur në një dritë tjetër. Shqiptarët, për shembull, kur fillon coptimi i territoreve shqiptare pas Kongresit të Berlinit me fillimin 1875 të krizës lindore dhe mandej të lidhjes shqiptare të Prizrenit, shqiptarët është duhet 2 herë me harxhu energji më shumë se sa popujt tjerë. Popujt tjerë kishin një mentor që i përkrahte. Serbia kishte Rusinë, Greqia kishte Evropën për shkak të nostalgjisë kulturore që e ka pas me periudhën antike, edhe pse këta greket e nuk kanë lidhje, shumë pak kanë lidhje me filozofët grek, me Greqinë e lashtë antike, po. Platonit, Aristotelit ose të tjerëve, edhe ne nuk kishim. Pse aleancat në Evropë krijoheshin ose në baza etnike, ose në baza fetare, ose në baza politike. Etnikisht na ishim popull i veçantë, nuk ishim slav, nuk ishim grek, mbetëm pa ato. Politikisht Evropa nuk na përkrahte për shkak të politikave të tjera, e sidomos të asaj të popujve slav që neve na paraqitte si musliman dhe pjesëtar të perandorisë osmane. Prandaj edhe Abdul Frashi, kur shkon në kongresin e Berlinit për ta treguar realitetin historik dhe për
të kërku mbrojtje, ai identitetin, atë kërkesën kryesore ka t'ja u bëj me dije që shqiptarët musliman nuk janë turq. Prandaj na kemi harxhu 2 herë energji në raport me Evropën dhe popujt tjerë. Nuk ishim për kraje, po duhet edhe t'ja u shpjegonim se na jemi musliman, po nuk jemi turq. Dhe Evropa e lëshoi dorën, të themi kësaj, në coptimin e territoreve shqiptare, duke i konsideruar si territore të popullatës islame që ishte e lidhur me perandorinë osmane. Dhe na harxhum energjinë dyfisht në mbrojtjen e identitetit ton dhe në mbrojtjen e prezantimit të Evropës që ne jemi trashëgimtar të Skënderbeut dhe mos na identifikoni me perandorinë osmane edhe pse në kushte historike ne jemi konvertuar dhe jemi identifikuar me islamin. Prandaj islami tek shqiptarët nuk e cenoi në kuptimin e brendshëm shumë identitetin ton, po në kuptimin e jashtëm po atë ndikim. Ana i kemi rujt raportet, lufta fetare, kur s'kemi pas shqiptari i besimit katolik, i besimit ortodoks dhe i besimit musliman e kanë konsideru shumë më të afërt njëri tjetrin se sa një pjesëtar të një identiteti tjetër, por një feje të njëjtë. Për shqiptarin, këto e thot edhe fishta, e thojnë edhe plot njerëz mendje të ndritura të kombit shqiptar, që për shqiptarin pa marrë parasysh fen, është më i afërt shqiptari se sa një përfaqësuesi Dhe në një moment është edhe ai postulati një orë që rikthehet risjellet në momente kritike, kur ka fërkime të llojeve të ndryshme kulturore, profesor Mala etj. Që feja shqiptare të shqiptaria, që postulat di domosdoshëm i kohës për të mbisëndu mbi narrativat e tjera të përçë. Po mendoj që duhet edhe sot tjetë, se edhe sot kemi edhe sot është i nevojshëm. Edhe sot është, ajo është i përhershëm, duhet të jetë shaj mbrojtësi i identitetit shqiptar. Edhe secili shqiptar duhet ta ketë parasysh këtë. Tek Emramja në botën e sotme të qytetëruar, në kulturën evropiane, feja është çështje personale. Shumë personale. Identitetit personal. Beson çka dush, po elementi se shiqani. Elementi më i madh mbrojtës thuo kjo postulat. Tash pa kaluar në rrafshin emocional ose duke ruajtur ka trondje kulturore dhe në habitatin ton, profesor. Feja zgjedhet, disa e zgjedhin fen, a me lind shqiptar. Ato ka plot që thonë kam lind musliman ose kam lind katolik, kam lind ortodoks. Po vetëm atëherë në periudha të caktuara paraardhësit tanë kanë qenë të feje tjetër, kanë lind tjerë, po kanë lind shqiptar çdo herë, ajo s'ka ndryshu. Ndërsa feja ka ndryshu. Se këqyre historin, po flasim historikisht, tash, ku beson ti, ku besojnë është çështje personale, nuk doj me hin ato, por po flasim në konceptin historik. Shqiptarët, para se me pranu islamin, ishin mbi 1000 vjet të krishterë. Ashtu ashtu, do më thoni kishin zgjedh krishterimin, mandej e morën islamin, po nuk e zgjedhën me qenë shqiptar ajo, linden si shqiptar. Dhe ajo nuk ndryshoj, dhe s'duhet as sot të ndryshoj. Ky është shpjegimi. 2 pyetjet e fundit, profesor, se gjatë kombajt në këtë elaborim, nëse mund ta them, të kësaj periudhe të rëndësishme. Në shpartallim me sipër, perandoria osmane bëri pak me perandorinë ruse, por kush ishin konsekuencat për shqiptarët në rrethonat e kohës? Raportet e perandorisë osmane me perandorinë ruse nuk mund t'i quajmë miqësore. Ndoshta kohë mbas kohe ka pas marrëveshje, natyrisht që është duhet mu lidh marrëveshje pas luftrave, por në esencën e vet ato kanë mbetur miqësore për shkak të qëllimeve që i kishin të kundërta. Për shembull, pas forcimit të Rusisë në kohën e Petrit të Madh, por edhe në periudhat ajo paraqitet tani si fuqi udhëheqëse dominuese e ortodoksisë dhe ja cakton të vetin rolin e të qenunit Roma e tretë. Pra, qatë ide të perandorisë ruse, që edhe sot e ka Putini edhe të tjerët,
për madhështinë se Roma e parë ishte Roma, e dyta ishte Konstantinopoli dhe ajo Moskën pretendonte ta shndronte në një trashëgimi të perandorisë bizantine. Dhe perandorinë bizantine kishte okupu perandoria osmane, ajo kishte kriju tash identitetin tjetër të asaj territori. Kur ta marrim parasysh edhe atë territorin e rrugës së Mendafshit, ajo pjesa jugore ku janë ato shtetet me origjinë turke që kishin interesa të përbashkëta rreth detit të Zirë dhe detit Kaspik, por edhe rreth detit të daljes në detra të ngrohta. Pas dobësimit të perandorisë osmane, Rusia e konsideronte veten në bazë të panslavizmit, se në Ballkan ka slav, është dominueshëm, vetëm greket, rumunët edhe shqiptarët nuk janë slav në Ballkan, pjesa tjetër është e dominueshme. Prandaj ajo e shihte veten si trashëgimtare të perandorisë osmane në gadishullin ballkanik, Rusia. Dhe për këtë i përdori qysh i përdor edhe sot, tash real politika e sotme nuk kemi nevojë me hyrë se është temë tjetër, përmes serbëve pe ushtron ndikimin. Dhe ajo mendonte që ata që ishin slav në rregull, po edhe ata që ishin, sikur është rasti i grekëve ortodoks, panslavizmi të lidhet ose përmes identitetit slav ose përmes identitetit ortodoks dhe pasojat për shqiptarët e asaj periudhe. Për të dalë në detra të ngrohta. Kështu që a qëllim e ka dhe sot Rusia. Në këtë kuptim shqiptarët ishin viktim. Pse? As nuk ishin ortodoks, as nuk ishin slav dhe në këtë kuptim aty në ju nda roli viktimes. Dhe Rusia ndikoi që territoret shqiptare t'i jepen territoreve slave për këtë politikë. Kështu që por me aprovim të edhe me aprovim të Turqisë, se të perandorisë osmane po dikund edhe të Evropës për shkak të keqkuptimeve që i thash më herët dhe për shkak të mungesës së mentorimit. Na kemi fituar. Ishte krijuar ideja që këta janë musliman turq. Absolutisht. Dhe na adin kur e kemi fitu mentorin që na kanë ndihmu se gjitha shtetet evropiane kanë pas, pe përdori këtë shprehje të shkollore, mentorin mbi këqyrsin, na kemi fitu vetëm në kohën e fillimit të shekullit 20 në kohën e pavarësisë, ajo ka qenë Austro-Hungaria. Austro-Hungaria mbështetësi më i madh. Mos ishte Austro-Hungaria, unë besoj shumë në mënyrë hipotetike, se thash historinë s'mund ta kthej mbrapa, që ekzistenca e shtetit shqiptar do të ishte vënë në pikë pyetje. Këmbgulja e Austro-Hungarisë, Austro-Hungaria ka qenë kundërshtare e Rusisë për me depërtu në Ballkan, se ka qenë perandori e fortë. Dhe në këtë koncept vetëm elementin shqiptare ka pas si aleat të mundshëm. Pse? Pse ata nuk janë slav, nuk janë ortodoks, nuk janë të lidhur me interesat Rusisë dhe si të tillë mund ta bëjnë një faktor ku Austria mund të lidhet me ta dhe është lidh me ta duke këmbgul në konferencën e ambasadorëve në Londër që nëse nuk pavarësohet Shqipëria, ajo ka arrit me nxjerr një pjesë, se pjesa tjetër ju dha vendeve tjera. Për është përdor kriterin historik, profesor. Ajo e ka përdor kriterin historik dhe identitetin e shqiptarëve dhe ka ndiku, është e para që i ka përhap shkollat institucionale, ka qenë koha e pushtimit në vitin 1914 kur e ndjek Serbin prej Ballkanit dhe ata detyrohen me ikë në Korfuz atje përmes Shqipërisë. Elementi i parë që e ka bërë ka qenë hapja e shkollave në gjuhën shqipe, kthimi i flamurit të Kastriotit në ato vende, edhe puna në ngritjen e identitetit kombëtar shqiptar dhe për vetëm arsye se e ka pas vetëm faktor që mundet me i lidh interesat e veta në Ballkan me popull tjerë. Dhe ky element mandena është kuptuar edhe për fuqive tjera. Edhe sot tash pa hyrë në politikë, se nuk dua ta marr rolin e interpretuesit politik. Këtë segmente kanë kuptuar edhe amerikanët me ndihmën që na japen neve, se ata nuk veprojnë pa e ditë edhe historinë, nuk veprojnë pa e ditë edhe interesin, pse i ndihmon shqiptarët. Nuk na ndihmon vetëm në kuptimin humanitar, pse në botë ka plot lufta që kanë nevojë për intervenime humanitare, por e kanë kuptuar këtë koncept se shqiptarët mund dhe janë të vetmit që mund t'i thojnë jo depërtimit rus dhe slav në detrat e ngrohta. Këto e filloi Austria, ajo në përfundimin e luftës së parë botërore u shu si perandori,
por rolin mandena e mori dikush tjetër. A historin e filluar nga ata e vazhdun Amerikanët për faktin se me krijimin e Shqipërisë ju mbyll deportimi dhe dera daljes së slavëve në Ballkan, rastin konkret Rusisë. Prandaj, për këtë arsye, edhe në gjeopolitikën e sotme, historia nuk është faktori pa rëndësishëm dhe ata që veprojnë i kanë këshilltarët historian, të cilët ju shpjegojnë historinë, ju shpjegojnë rolin, ju shpjegojnë qëndrimin gjatë historisë të popujve dhe ky është roli i asaj që latinët e quajnë historia est magistra vitae, është mësuese e jetës, prandaj na duke u mbështetur në shpjegimin real dhe të drejtë të historisë, na mund të profitojmë se kemi qenë në shumicën e rasteve në anën e drejtë të historisë. E fundit, profesor, dhe lufta fundit e UÇK-s, e popullit Kosovës, rezistenca e atyre viteve 90-ta, edhe lufta UÇK-s u bë në një argument të madh. Lirin dhe mbrojtjen, siç është thënë aty pragut shtëpisë, identitetin, nga kërcënimi shoven serb-slav për zhdukje. Natyrisht Dhe kur e kem këtë profesor, i referohemi po ashtu sa figura të rëndësishme për cilën folëm deri tash, rolin që pati Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Tash ka mbetur Kishte një frym idealiste kolektive në mesin e shoqërisë gjithçka sot, mbase nuk e shohim. Unë edhe figurën e Adem Jasharit, po edhe gjithë luftëtarëve tjerë besoj fuqishëm që ata janë frymzuar nga veprimet luftarake, nga qëndrimi parimor, simbolika e identitetit kombëtar nga Skënderbeu, dhe në këtë kuptim këtu nuk ka dyshim. Elementi i frymëzimit të UÇK-s me të kaluarën historike është evident në çdo gjë. Mandena në kuptimin e luftrave që i bënën në të njëjtin flamur që i kishte bërë edhe Skënderbeu. Dhe kjo ka një simbolik shumë të fuqishme që tregon kontinuitetin simbolik, por edhe real të këtyre ngjarjeve. Në anën tjetër, lufta e shqiptarëve dhe UÇK-s nuk ishte vetëm në kuptimin e brendshëm, prap po du me elaboru në pak kuptimin më të gjerë e një populli që lufton vetëm për lirinë e vet. Unë mendoj se në të ardhmen kur të shkruhet historia reale, përveç rezistencës dhe mbrojtjes së Kosovës, shqiptarët e kanë bërë një luftë tjetër në mbrojtjen e vlerave të qytetërimit perëndimor, pse Kosova dhe Shqipëria janë atëherë sikurse në kohën e Skënderbeut që ishte mur për mbrojtjen e Evropës kundër perandorisë osmane, sot është mur për mbrojtjen e Evropës kundër ndikimit rus dhe slav, që është shumë i gjallë, është shumë aktiv dhe politika e prandena, interesi dhe kombinimi i këtyre dy interesave të shqiptarëve, dy faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm na ka sjell këtu ku jemi. Por na duhet të qëndrojmë drejt, mos t'i harrojmë këto vlera, ta dim rolin tanë që kemi në histori, jo vetëm në raport me vetveten, por edhe në raport me Evropën edhe me të tjerë, ta ruajmë identitetin evropian, identitetin kombëtar, orientimin ka perëndimi, lidhjen me se kështu na mëson historia, me ata që na ndihmon për me fitu, dhe besoj që e ardhmja e shqiptarëve është pa ndonjë qëllim të themi emocional, por real, mund të themi se nëse në këtë shekullin e 19 dëshiroj ta përfundoj me këtë mendim temin, ndoshta optimist, natyrisht për ta frymëzuar jo vetëm baza emocionale, por edhe reale identitetin ton, nëse në shekullin e 20 ka qenë handicap me qenë shqiptar, në shekullin 21 duhet të jetë një avantazh për me qenë. Pse? Jemi pozicionu në drejt, jemi faktorizu, jemi rikthy në histori, prej nga valët e historisë na kanë largu, por duhet të qëndrojmë drejt dhe të orientohemi drejt. Mos ta hupim këtë rol. Bosullën e orientimit, po? Po, që na ka përcaktu historia. Në të kaluarën, pa prepotencë, prap po e them, nuk janë pyet shqiptarët sot,
jonë faktor në Balkan, me gjitha të metat që i kemi me aspektin e organizimeve politike në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, jemi të patejkalueshëm dhe jemi pjesë në atë mozaikun e përëndimit për sigurinë dhe paqen në Balkan. Profesor, falenderoj shumë Ishte kënaqësi. kohën që gjetët jesh me mua, me audiencën tonë kudo që na ndjek këtu në Kosovë, rajone në Mërgat. Falenderoj sinqerisht për kohën që keni gjetë jeni me mua, me publikun. Faleminderit. Lutem. Kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.